Zëvendës kryeministri i Serbisë Ivica Dačić deklaroi se një shtetas shqiptar është arrestuar në pikën kufitare të Merdares në përpjekje për të hyrë nga Kosova për në Serbi. Shqiptari i arrestuar sipas Dačić është një 53 vjeçar me inicialet DP. Ai, siç thon mediat serbe, duke u referuar deklaratës së Dačić, është ndaluar në një furgon të tipit Mercedes. Sipas Dačić, policia gjatë kontrollit në Merdare të furgonit ka gjetur 5 çanta ku ndodheshin 22 bluza, 244 flamuj dhe 86 kapele me mbishkrimin UÇK, 65 bluza sportive me figurën e Adem Jasharit dhe Agim Ramadanit, 58 shalla me stemën e Shqipërisë, si dhe 92 plisa. Autoritetet serbe thonë se këto materiale dhe veshje ishin planifikuar të përdoreshin dhe të ekspozoheshin në ndeshjen e ardhshme në Leskovec, ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë, ku tifozëve shqiptar u është ndaluar hyrja. Megjithatë, këto pretendime të Dačić janë pritur me skepticizëm dhe nuk përjashtohet mundësia që të bëhet fjalë për një fabrikim të serbëve në përpjekjet e tyre të vazhdueshme për të cilësuar shqiptarët si provokues tensionesh.